Çfarë do të thotë kur sheh në ëndër që po pret flokët ose të bien flokët? A është kjo një shenjë një ndryshimi të madh që po vjen në jetën tënde, apo ndoshta një humbje, një çlirim apo një fillim i ri? Flokët në ëndra nuk janë thjesht një detaj, ato lidhen me forcën, identitetin dhe kontrollin që kemi mbi jetën tonë. Në këtë video do të zbulojmë kuptimet më të thella shpirtërore dhe psikologjike të ëndrave ku shfaqen flokët. Qëndro me ne për të kuptuar se çfarë mesazhi po të dërgon nënvedia. Ja çfarë do të thotë vërtet kur ëndërron prerjen e flokëve. Ke parë kohët e fundit një ëndër kur pret flokët? Nëse po pyet veten çfarë mund të fshihet pas kësaj ëndre, atëherë je në vendin e duhur. Shkurt, ëndrat ku shfaqet prerja e flokëve shpesh lidhen me një dëshirë për ndryshim në jetën tënde. Nëse ke parë se i pret vetë flokët, kjo mund të tregojë se ndihesh gati për të lënë pas të shkuarën dhe të fillosh një kapitull të ri. Por, është e rëndësishme të marrësh parasysh edhe detajet e tjera të ëndrrës, veçanërisht nëse dikush tjetër po të pret flokët. Je kurioz të zbulosh më shumë? Atëherë le të shohim së bashku mesazhin e fshehur në këtë lloj ëndrash. Ëndrat janë të mbushura me domethënie. Në psikologji ato shpesh interpretohen si pasqyra të gjendjes emocionale dhe fazës së jetës në të cilën ndodhet një person. Dhe kur bëhet fjalë për ëndra që përfshin flokët, sidomos prerjen ose rënien e tyre, mesazhet janë edhe më të thella. Flokët janë shumë më tepër se sa thjesht një pamje e jashtme. Ato përfaqësojnë identitetin ton, mënyrën si e shfaqim veten para botës dhe shpesh lidhen me forcën personale, vetbesimin dhe energjinë tonë shpirtërore. Në shumë kultura, flokët janë simbol i dinjitetit, individualitetit dhe fuqisë së brendshme. Kështu që kur flokët shfaqen në ëndër, veçanërisht në një ëndër që ato priten, ky detaj nuk është rastësor. Ai mund të tregojë se ndihesh i pavendosur për imazhin tënd, për mënyrën se si të tjerët të perceptojnë, ose ndoshta për një nevojë të brendshme për ndryshim dhe transformim. Nëse në ëndër i pret vetë flokët, kjo mund të sinjalizojë një vendim të ndërgjegjshëm për të hequr dorë nga diçka, nga një periudhë, nga një lidhje ose një version i vjetëruar i vetes. Është si të thuash jam gati për një fillim të ri. Ndërsa, nëse dikush tjetër që ti pret flokët, ëndra tregon se ti ndihesh sikur po humbet kontrollin mbi një aspekt të rëndësishëm të jetës tënde, ose që dikush tjetër po ndikon fort në mënyrën se si ti e përfaqëson veten në botë. Mos i nënvlerëso këto imazhe. Ëndrat për flokët janë shpesh sinjale delikate të shpirtit, që të nxisin të ndalosh për një çast dhe të reflektosh. A jam vërtet ai që dua të jem? Apo e jetoj jetën sipas vlerave të mia, apo po përpiqem të ruaj një pamje që nuk më përfaqëson më. Flokët në ëndër nuk janë thjesht flok, ato janë zëri i brendshëm që flet për imazhin, për kontrollin, për pranimin dhe dëshirën për të rilindur. Dhe ndonjëherë prerja e tyre është hapi i parë drejt një lirie të re. A do të thotë ndryshim kur ëndërron për prerje flokësh? Nuk është rastësi që shumë prej nesh kemi zakon të presim ose të lyejmë flokët sa herë ndjejmë se një kapitull i ri po fillon në jetën tonë. Sezoni i ri, një vendim i rëndësishëm, një ndarje apo një fillim. Flokët shpesh bëhen simbol i këtij ndryshimi. Po ashtu dhe në ëndra, prerja e flokëve mund të tregojë se një cikël i jetës tuaj ka përfunduar dhe jeni në prag të një fillimi të ri. Është një mënyrë që nënvedia juaj përdor për të treguar se jeni gati për të lënë pas të kaluar dhe për të përfaqësuar të ren. Çfarë tregon ëndra kur pritni flokët e dikujt tjetër? Nëse në ëndër shihni veten duke i prerë flokët dikujt tjetër, kjo nuk është thjesht një veprim i rastësishëm. Kjo ëndër mund të sinjalizojë se keni diçka të papërfunduar ose të pathënë me atë person. Ndoshta ka ndodhur një keqkuptim, një ftohje, një konflikt që po ju mundon në heshtje dhe ëndra po ju nxit të përballeni me këtë situatë. Është thirrje e brendshme për t'u sqaruar ose për të marrë distancën e nevojshme. Nga ana tjetër, prerja e flokëve të dikujt mund të simbolizojë dëshirën për ta ndihmuar atë person, por ndiheni të pafuqishëm ta bëni. Është një shprehje e shqetësimit tuaj për dikë që mund të jetë në një moment të vështirë, ndërkohë që ju jeni aty, por e ndjeni se nuk po e mbështesin dot ashtu siç do të donit.
Të dy këto kuptime të ëndrrës duhet i analizoni duke parë se si reagon personi tjetër dhe çfarë shije ju le kjo lloj ëndre. Çfarë tregon ëndra kur dikush tjetër të pret flokët? Kur në ëndër je ti ai që po i priten flokët nga dikush tjetër, ky imazh shpesh lidhet me ndjenjën e humbjes së kontrollit. Është një sinjal që po e humbet pushtetin në një situatë të jetës tënde. Ndoshta në punë, po përballesh me stres, ndoshta ndihesh i detyruar të ndjekësh rrugë që nuk i ke zgjedhur vetë. Prerja e flokëve nga një dorë tjetër simbolizon ndonjë ndikim të jashtëm që po të kufizon, ose po të ndryshon në mënyra që ti nuk i ndjen natyrale. Modeli i flokëve në ëndër ka rëndësi. Mos harro dhe mënyra se si duken flokët në ëndër ka kuptimin e vet. Nëse flokët duken të shëndetshëm me shkëlqim të rregulluar, kjo është një ëndër pozitive, një tregues i vetbesimit, i mirëqenies emocionale dhe i lidhjes së mirë me veten. Por, nëse flokët janë të stresuar, të djegur, të parregullt apo të shpërfytyruar, kjo tregon se ke nevojë të ndalesh pak dhe të kujdesesh për veten. Është një thirrje për pak dashuri ndaj vetes, për pushim, për qetësi dhe për t'u kthyer tek thelbi jot. Në ëndra flokët janë më shumë se thjesht pamje, ato janë simbol identiteti dhe vetvlerësimi. Dhe tani rënja e flokëve. Të ndërrosh rënjen flokësh, çfarë do të thotë në të vërtetë? Nëse ke parë në ëndër që flokët të bien, kjo nuk është thjesht një ndjesi e pakëndshme, është një sinjal i fuqishëm i shpirtit që po përpiqet të tregojë diçka. Rënja e flokëve në ëndër shpesh lidhet me ndjenjën e pasigurisë, ankthit ose frikë nga humbja, që mund të jesh në një periudhë të jetës ku ndihesh i shqetësuar për një situatë që nuk e ke nën kontroll, ndoshta një marrëdhënie që po dobësohet, një punë që rrezikon ta humbasësh ose një ndjenjë që nuk je më ai që ishe dikur. Rënja e flokëve, ndryshim i madh. Në shumë raste, ëndrat për rënjen e flokëve lidhen me ndryshime të mëdha që po afrohen. Kur sheh veten tullac në ëndër, kjo është shenjë e një fillimi të ri, një kapitull i jetës që po hapet, por që kërkon flijim dhe shkëputje nga e vjetra. Nëse sheh që një person i afërt po humbet flokët, kjo nënkupton që të shqetëson një ndryshim që po ndodh tek ai, ose po largoni emocionalisht. Mund të jetë një reflektim i frikës tënde për ta humbur atë person, ose për të parë një version të ri të tij që nuk e njeh më. Kjo lloj ëndre të fton të shohësh brenda vetes. Çfarë po të shqetëson kaq shumë? Nga çfarë po përpiqesh të shkëputesh por nuk ja del? Dhe më rëndësishmja, a je gati të heqësh dorë nga ajo që të pengon për të hyrë në një jetë më të lirë dhe të vërtetë? Të ëndërrosh flokë që rriten papritur. Kur në ëndër sheh se flokët e tu rriten shpejt ose në mënyrë të pazakontë, kjo është një shenjë e rritjes së brendshme, zhvillimit personal dhe zgjuarësisë shpirtërore. Kjo lloj ëndre tregon se po kalon në një fazë ku po zgjohesh nga brenda dhe po arrin të kuptosh gjëra që më parë të dukeshin të turbullta. Flokët që rriten në mënyrë të jashtëzakonshme simbolizojnë fuqinë dhe energjinë që po përforcohen tek ti. Por i gjen vetbesim dhe po ndihesh më i përgatitur dhe më i fortë. Flokët e gjatë në ëndër janë simbol i fuqisë dhe i kujdesit. Nëse në ëndër sheh që flokët e tu janë të gjatë, kjo tregon urti, durim dhe bukuri të brendshme. Ato janë pasqyrë përvojave që ke kaluar dhe rrugës së gjatë që ke bërë në jetën tënde. Nëse në ëndër ndihesh mirë me flokët e gjatë, kjo tregon qetësi shpirtërore dhe stabilitet emocional. Por nëse flokët e gjatë ndihen si barrë të ngataruar apo të pisët, atëherë ëndra po të tregon që ka diçka në jetën tënde që të mban peng. Kjo është një kujtim, një lidhje ose një zakon që është bërë i rëndë. Mesazhi i ëndrës: nëse flokët rriten bukur, je në rrugën e drejtë, vazhdo të kujdesesh për shpirtin tënd. Nëse flokët janë të ngataruar apo bëhen pengesë, koha për të reflektuar dhe për të shkurtuar atë që nuk të shërben më. Çfarë tregon ëndra nëse ke flokë të prera keq? Kur sheh në ëndër se flokët janë prerë keq, me forma të çrregullta shumë shkurt ose në një mënyrë që nuk të pëlqen, kjo është një shenjë e pakënaqësisë me ndryshimet
që po ndodhin në jetën tënde. Mund të ndihesh sikur ke humbur kontrollin mbi disa aspekte të jetës tënde, si identiteti, imazhi apo vendime personale. Është një sinjal që tregon frikë nga gjykimi i të tjerëve ose ankth për mënyrën se si të shohin njerëzit. Kjo ëndër të thotë se ndoshta je duke kaluar një periudhë të paqartë ku nuk ndihesh mirë me vetveten ose zgjidhjen që ke bërë. Dikush tjetër të pret flokët pa dëshirën tënde. Kjo ëndër është shumë simbolike dhe e fuqishme. Kur dikush të pret flokët pa pëlqimin tënd, ajo nënkupton se ndihesh i kontrolluar, i cënuar dhe i manipuluar nga dikush tjetër. Mund të jetë një sinjal i nëndërgjegjes që dikush po ndërhyj në jetën tënde duke të privuar nga zgjedhjet personale apo duke të marrë fuqinë vendimarrëse. Në shumë raste kjo ëndër përfaqëson ndikim negativ të një personi që po të bën të ndihesh më pak vetvetja ose që po përpiqet të të ndryshojë sipas dëshirës së tij. Mesazhi i ëndrrës: nëse flokët janë të prera keq, mos lejo që pasiguritë ose zgjedhjet e momentit të ndryshojnë thellësisht. Kujto veten tënde të vërtetë. Nëse dikush tjetër t'i pret flokët, vendos kufi, rimerr kontrollin mbi jetën dhe vendimet e tua. Në shumë kultura dhe tradita shpirtërore, flokët simbolizojnë forcën jetësore, energjinë personale dhe lirinë. Prerja e flokëve në ëndër, veçanërisht kur është pa dëshirë ose e tepruar, mund të jetë një paralajmërim që po humb energji ose po sakrifikon diçka të rëndësishme për të tjerët. Mund të ndihesh i lodhur emocionalisht dhe shpirtërisht nga një marrëdhënie, nga një punë ose nga një situatë. Kujtohu gjithmonë për personin që të pret flokët. Nëse kujtohesh se kush të preu flokët në ëndër, kjo tregon shumë për ndikimin e atij personi në jetën tënde. Nëse është dikush i afërt, një partner, një prind apo mik, ëndra mund të pasqyrojë ndikimin që ata kanë në vendimet e tua dhe si po ndikon marrëdhënia me ta në vetvlerësimin tënd. Një prerje flokësh e padëshiruar ose e çuditshme tregon se ti nuk je më vetvetja. Është një shenjë e qartë që po përpiqesh të përshtatesh me diçka që në thelb nuk të përfaqëson dhe nëndërgjegja jote po të fton të rishikosh identitetin tënd. Në disa raste, prerja e papritur apo dramatike e flokëve në ëndër mund të jetë mënyra e ndjenjes tënde për të simbolizuar shkëputje të domosdoshme. Një prerje me të kaluar për të bërë vend për diçka të re. Rënja e flokëve interpretohet si shenjë negative, humbje kontrolli ose ndjenjë pasigurie, frikë nga plakja ose humbje e forcës dhe bukurisë, shqetësime të shëndetit, pamje apo humbje të rëndësishme në jetën reale, si emocionale, financiare apo personale, një fazë vështirë emocionale që po kalon ëndërruesi. Pra kjo është një shenjë që tregon shqetësim të brendshëm dhe shpesh është një sinjal që duhet të reflektosh për një aspekt të jetës ku ndihesh i cënueshëm dhe i pambrojtur. Na tregoni në koment nëse keni parë ndonjëherë një ëndër kur pret flokët, kush po t'i priste flokët në ëndër, ti vetë apo dikush tjetër, si je ndjerë gjatë kësaj ëndre? A mendon se kjo lidhet me ndryshimin e jetën tënde? Na tregon në koment çfarë ke përjetuar ti në ëndrat e tua me flokë. Historia jote mund të ndihmojë edhe të tjerët që po kërkojnë kuptim për këtë ëndër. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj dhe ju ftojmë të na ndiqni në video të tjera.